Gruaja në Shqipëri vazhdon të diskriminohet ndjeshëm dhe përmirësimet janë të pakta. Një studim i Instatit zbuloi se mbi 60% e grave dhunohen në familje. Ato kanë ritmet më të ulta të punësimit dhe arsimimit dhe kryejnë punë të papaguara. Studimi nxori në dukje se pjesa dërmuese e tyre punojnë në bujqësi dhe janë kujdestaret kryesore të mbarvajtjes së familjes. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Gratë shqiptare vazhdojnë të jetojnë në një diskriminim të përgjithshëm nga shoqëria me gjithë disa përmirësime që kanë ndodhur vitet e fundit. Instituti i Statistikave publikoi sot në konferencën rajonale mbi statistikat gjinore të dhëna sipas të cilave gruaja shqiptare jeton më së shumti e dhunuar në familje, punësim, shkollim dhe në shoqëri. 40% e grave kryejnë punë të papaguara dhe dita e punës së tyre është 2 orë më e gjatë se ajo e burrave. Më pas gratë qëndrojnë dhe punojnë në shtëpi 2 herë më shumë se burrat, përdorin më pak teknologjitë e informacionit dhe bëjnë jetë sociale 2 herë më pak se burrat. Vajzat ndjekin më shumë shkollat profesionale për të punësuar më lehtë, ndërsa djemt ndjekin më shumë gjimnazet. Në pikpamje treguesve ekonomik, të dhënat sugjerojnë se gratë janë të diskriminuara në jetën ekonomike shqiptare, duke u shfaqur më së shumti si të vetë punësuara në bujqësi apo të punësuara në industri me paga të ulta. Nga pikpamja e treguesve shoqëror, të dhënat japin një panoramë negative që sugjeron se në punët e papaguara, gratë janë më të angazhuara se burrat, ndërsa më shumë se gjysma e grave e konsiderojnë veten si jo aktive në tregun e punës. Studimi zbuloi gjithashtu se familjet e varfra me gra kryefamiljare janë përgjysmuar nga 20 në 10%, ndërsa familjet e varfra me kryefamiljar burra janë shtuar më tej. Pra me gjithë diskriminimin e tyre, gratë janë kujdestare më të mira për mbarvajtjen e familjes. Të dhënat të tjera nga studimi zbuluan se gratë janë qytetare më të rregullta, ato përbëjnë vetëm 2% të personave të burgosur. Rreth 60% e grave përjetojnë në dhunë në familje, menjëherë pas partesës, shumica në zonat rurale. Provide information on their different needs. Understanding these differences is the first step. Nxjerrja të dhënave mbi dallimet në shoqëri janë hapi i parë për të përmirësuar përfshirjen sociale jo vetëm të pakicave si romët, por edhe të shumicave si gratë e fshatit, thot përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara David Sanders. Sipas tij, gjysma e graveve deklarohen si jo aktive në tregun e punës, një pjesë tjetër nuk regjistrohen fare si të papuna, një pjesë tjetër nuk regjistrohen as kur punojnë. Ky realitet duhet të ndryshojë fillimisht duke i respektuar gratë dhe duke i trajtuar ato më mirë, shtoi ai. Femrat mbizotrojnë sektorin privat të bujqësor në Shqipëri, 60% e femrave punojnë në bujqësi, ndërsa 60% e burrave punojnë në industri. Gruaja shqiptare nuk e dëshiron emigrimin e jashtëm dhe kush është kthyer nuk do të ikë përsëri. Pjesa dërmuese e grave kanë pranuar ndërimin e vendbanimit vetëm brenda Shqipërisë. Të dhënat e Instatit sollën një pamje të qartë të situatës aktuale në Shqipëri dhe statusit grave për të mbështetur përpjekjet për barazi gjinore në vend. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.